Miq të podcastit Larisa and Friends, mirë se keni ardhur në një tjetër episod. Sot, me qenë se më keni shkruar dhe më keni pyetur në mesazhet time në inbox se ku do ta zhvilloj episodin e radhës, sot jam në fakt në një nga cepat më të bukur në Korçë, jam në një lokal shumë të preferuar dhe shumë të këndshëm. Jemi tek Qoshka sot dhe kam kënaqësinë të kem një vajzë shumë të veçantë të ftuar. Besiana Ciko. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Besiana Ciko është 20 vjeç, është një studente e cila studion programim kibernetik. Po, dhe siguri kibernetike. Dhe siguri kibernetike. Është një vajzë e cila merret me sporte, është atlete, por njëkohësisht pëlqen edhe volejbollin, merresh edhe me volejboll, po jo. Po. Sikurse e kam thënë, në të gjithë ftuarit e mi, të njohur dhe të panjohur, preferoj gjithmonë të sjell shembuj të rinjve të cilët nuk e kalojnë kohën kot, por në fakt janë një shembull shumë i mirë për gjithë të rinjt, të cilët e ndjekin këtë podcast. Kështu që sot preferova të sjell Besianën, e cila është një vajzë shumë inteligjente, një nxënëse, një studente e shkëlqyer, edhe mbi të gjitha një vajzë e cila merret me sporte, shumë e disiplinuar, shumë e sjellshme dhe shumë e bukur mbi të gjitha. Faleminderit. Sepse ti bën dhe modelen. Po. Kështu që përcjellim sot një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin. Së pari faleminderit që pranove të vish. Është një kënaqësi. Dhe dua të pyes, pse ke zgjedhur të studiosh për siguri kibernetike? Unë në fakt gjithmonë kam besuar se zgjedhjet që kemi bërë në rini, kur kemi qenë të vegjël, janë ato që na formosojnë se si të bëhemi në të ardhmen. Kjo Besiana, në fakt Larisa që ke përpara ka zgjedhur shumë rrugë në të shkuarën, por të gjitha këto rrugë kanë çuar në një rrugë të përbashkët. Kam qenë po ajo që ka përdorur logjikën në pikturë, jam marrë në pikturë dhe merrem akoma. Kam qenë ajo vajza që ka bërë basketbol, ka luajtur tenis, është marrë me notë, derisa ka gjetur veten dhe tek atletika dhe tek programimi. Më shumë e zgjodha teknologjinë, sepse është një formë e logjikës dhe një formë e krijimit ku mund të krijosh diçka që nuk ka ekzistuar më përpara. Mua më pëlqen shumë kjo pjesë. Sidomos dhe për sigurinë kibernetike, e cila është një degë jashtëzakonshme, ku në të njëjtën kohë që ti duhet të krijosh, duhet edhe të mbrosh dhe kjo më motivon shumë. Duhet të mbrosh sepse çdo gjë tani është e lidhur me rrjete, që nga spitalet, nga bankat, deri tek qeveria dhe duhet ta mbrosh. Është një mbrojtje, domethënë që mua më pëlqen ta bëj dhe më motivon çdo ditë. Të fillojmë pak nga kjo. Sa kohë kalon ti në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale nuk është të kaloj shumë kohë. Mund të kaloj thjesht kohë për të hedhur në një video motivuese nga servitja ime ose nga puna ime që bëj. Por më shumë kaloj kohë duke punuar dhe duke lexuar më shumë rreth teknologjisë, sepse çdo ditë teknologjia avancon edhe dua që të jem më e njohur me përparësitë që ndodhin. Si e shikon në fakt zhvillimin e rrjeteve sociale, sepse për rrjetet e vërtetës shumë të rinj, fatkeqësisht edhe fëmijë të vegjël, por edhe të rritur, kalojnë një kohë të konsiderueshme në rrjetet sociale. Të themi që është bërë një pjesë e domosdoshme e jetës tonë. Dhe fatmirësisht apo fatkeqësisht në disa raste, kalojmë kohën më të madhe të ditës duke u marrë me rrjetet sociale. Si e gjykon në këndvështrimin tënd, janë të dëmshme apo janë një pjesë pozitive që në fakt i duhen shoqërisë sot? Kjo është një pyetje që ka kështu thik me dy presa. Mendoj që nga njëra anë ka gjëra pozitive që duhen parë sepse janë podcaste që mund t'i dëgjosh që kanë shumë vlerë, janë videot motivuese që mund të shohësh, por nga ana tjetër shoh shumë persona dhe shumë të mitur që hapin TikTokun apo hapin Instagramin dhe marrin shumë shembuj të këqij nga bota mediatike. Edhe në fakt kjo gjë nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen sepse është bërë një botë ku çdo gjë ka degraduar, më duket mua, ose jepet imazhi të keqes është ajo që më shumë dëshirohet tani, se sa pjesa tjetër ku mund të jep me shembuj të mirë dhe shembuj konkret për jetën, për t'i marrë shembull tamam. Në fakt, nëse e shohim në TikTok, meqense ti
preferove që ta nxjerrësh në pak të platformë, është një platformë shumë e përdorur në fakt, jo vetëm nga të rinjt. Po. Pavarësisht pjesës së abuzimit që nuk diskutohet, çdo gjë është tik me dy presa siç edhe ti që ka anën e saj pozitive dhe negative. Shumë të rinj kanë zgjedhur ta përdorin edhe për shkak se e shikojnë si një katapultim për të marrë famë, ose shumë të tjerë ndoshta edhe sepse vlerësojnë anën materiale, duke menduar që në fakt TikToku është fitimprues. Duke parë në këtë prizëm, patjetër që është diçka e mirë, sepse nëse ti e përdor atë për të marrë disa klikime të cilat sjellin disa të ardhura të mira, është diçka pozitive. Por sigurisht që ka dhe anën e saj të keqe, që në fakt jo çdo gjë duhet bërë për klikime. Nga ana tjetër shohim një fasadë ose një anë tjetër të jetës, e cila nuk është fare ajo që është në realitet. Ne të gjithë shohim që jo çdo gjë që na serviret në rrjetet sociale ose çdo gjë që ne shikojmë në Instagram është faktikisht jeta reale. Madje mund të them që është shumë larg jetës reale. Si ja bën ti për shkakun që të mos të ndohesh drejt këtij materializmi që priren të rinjtë e sotëm, duke parë jetën e influencerave ose blogerëve, të cilët në fakt na i servirin shumë të bukur jetën atje. Siç e the dhe vetë, asgjë mbrapa kamerave nuk është realitet, sepse influencerat zgjedhin të tregojnë vetëm atë pjesën e bukur ose pjesën që ata duan të tregojnë. Unë në fakt nuk e ndjek këtë modën, le ta quajmë, sepse jam në një fazë të jetës ku kam zgjedhur të studioj dhe të merrem me sport dhe të disiplinohem, sepse kjo është gjëja që di të bëj më mirë. Unë jam vajza që shkoj në ditar prej 14 vitesh, jam vajza që bëj sport prej 10 vitesh, madje si dita sot kam bërë plot një dekadë që merrem atletik. Edhe thjesht nuk zgjedh të jetoj botën e influencerave, sepse unë jetoj jetën time. Dua të jetoj jetën time, jo të varem edhe të marr shembull dikë që është ndryshe ndaj meje, sepse çdo njeri është ndryshe dhe çdo njeri ka jetën e vet. Në fakt është shumë e bukur kjo që the, unë si një njeri që është shumë kurioz dhe interesohet duke gjetur element të ndryshëm në rrjetet sociale dhe fatmirësisht për këtë mund të them që është një gjë pozitive, që të paktën këtë gjë ma mundson. Kam parë në fakt dhe të kam ndjekur dhe për këtë arsye të kam përzgjedhur që të kem në podcast, sepse shikoj që në fakt ti përveç se je një studente e shkëlqyer dhe për këtë të përgëzoj dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Më pëlqen shumë edhe jeta që ti bën, në kuptimin që ti je një vajzë shumë e disiplinuar, që merresh me sporte, ato që ti poston kryesisht janë jeta reale, je një motivuese shumë e mirë për të rinjt sot, dhe do doja në fakt që të rinjt sot të kishin më shumë shembuj si Besiana. Më pëlqejnë të rinjt si ti që nuk e kalojnë kohën kot, por në fakt ndjekin ëndrat e tyre dhe shpenzojnë kohë duke dhënë shembuj të mirë, duke dhënë fjalë motivuese të cilat në fakt i shërbejnë jetë dhe sot duhen më shumë se kur. Çfarë mendon se ju mungon të rinjve sot? Siç e the dhe vetë, influencerat ose dhe njerëzit e tjerë, të rinjve ju përcjellin atë realitetin e rem, duhet ta quaj në thonjza, dhe kjo i bën ata që të largohen nga fokusi i tyre që kanë, edhe nga disiplina e tyre, sepse disiplina është diçka që kërkon shumë sakrificë, diçka që të çon drejt një rruge që t'i arrin sukses, dhe të rinjtë e sotëm mendoj se duan suksesin pa sakrifikuar ose duan njohuri pa mësuar, edhe e duan thjesht botën e lirë dhe të pavarur, pa bërë përpjekje. Çfarë sakrifikon Besiana sot? Besiana sot, sakrificat që bëni duken shumë të rënda, sepse janë ato orët e gjata pa gjumë duke studiuar, janë ato orët ku duhet të sakrifikoj nga shkolla në punë, nga puna, për të gjetur dhe kohë për të u stërvitur, dhe i duken shumë të rënda, por kur shoh rezultate dhe kur shoh përpjekjet e mia të cilat marrin kuptim, aty mendoj që nuk kam bërë ndonjë sakrificë ndonjë sakrificë të madhe, domethënë, sepse janë rezultate që mua më pëlqejnë dhe janë rezultate që mund të arrihen. Lexon Besiana? Besiana lexon shumë, lexon libra psikologjik, lexon libra romantik, lexon çfarë do lloj versioni që të dalë përpara, lexon, siç thash, edhe për botën e teknologjisë, sepse dua të jem e updetuar në fushën dhe degën që unë ndjek. Dhe mendoj se këto libra që unë lexoj më kanë bërë që të ndihem më fort psikologjikisht, më
të ditë luftoj emocionet e mia dhe në shkollë, edhe kur diçka nuk më shkon siç duhet, sepse janë gjëra që do më duhen në jetë. Do më duhen që të mësoj se si të flas të kem marrëdhënie njerëzore, si t'i kuptoj njerëzit, edhe më bën të ndihem shumë krenare në fakt që lexoj libra dhe mendoj se librit po i humbet vlera dita ditës. Pse ndodh kjo, si mendon? Mendoj se ndodh kjo sepse janë më të influencuar keq dhe janë më të varur nga telefoni të rinjtë e sotëm. Është diçka që mua më vjen vërtet keq, edhe do të doja që mos të ndodhte kjo gjë. Do të doja që gjithkush ta dinte atë vlerën që kemi patur më përpara kur gëzoheshim që merrnim një libër në dorë. Ka qenë vërtet ndjesie e bukur, ose kur vinin dhe t'jepnin dhurata libra, aty ishte ndjesie e bukur. Ka qenë vërtet ndjesie e bukur, edhe dita sot kur më vjen ditëlindja ose kur vjen viti i ri edhe pyetja e parë e mamit është çfarë do, edhe unë i them që libra, vetëm kaq, nuk dua asgjë tjetër, nuk dua as vlerë monetare, as asgjë, thjesht më sill libra. Shumë e bukur në fakt. Mua më pëlqen shumë të rinj që lexojnë. Edhe pse kjo është zbehur sot jo tek të gjithë, sepse realisht e di që ka dhe shumë të rinj të cilët lexojnë për hir të së vërtetës, do doja që të ishin më të shumë në numër. Dhe kjo ndodh sepse realiteti është ky. Të paktën në kohën që un kam pasur rinin time, sigurisht që librat ishin gjëja kryesore sepse ishte mënyra e vetme për t'u argëtuar ose për të shkëputur nga rutina e ditës, si thua është ai oazi i paqes, qetësisë dhe ëndrrës. Ndërkohë që sot ka shumë variante. Një ndër to janë rrjetet sociale, gjë që ne nuk e kemi patur në atë kohë. Po gjithsesi, mendoj që libri ka një vend të pasvendësueshëm për pjesën e formimit të dikujt. Edhe pse shumë thonë që okay, un po lexoj një libër, nuk është se këtë librin do ta mbaj mend, nuk mbaj mend personazhet, dhe mua vetë në fakt më ka ndodhur që personazhet e një libri nuk i mbaj mend. Po mendoj që ato kanë lënë një gjurmë tek unë. Kanë mbrëmosur pjesën e formimit tim. Pra diçka mbetet nga libri, kështu që mendoj që është një aset i pasvendësueshëm. Dhe pse jo? Ka edhe të rinj të cilët kanë guxuar që në bazë të formimit që kanë marrë duke lexuar libra, duke pasuruar të folurën e tyre. Ka shumë të rinj që kanë bërë podcaste, shumë të rinj të cilët janë bërë pedagog, shumë të rinj të cilët kanë ndjekur profesione të ndryshme, po kanë një formim shumë të mirë në thelb, sepse formimi është ai që ngelet. Edhe ka dhe nga ata që duke lexuar libra kanë shkruar më pas libra, janë bërë autor librash. Dhe pse jo në fakt, të gjithë kemi kaluar shumë gjëra në jetën tonë. Libri është diçka e bukur nëse e finalizon. Me një shkrim të ndër, me një vepër të ndër. Për pjesën e sakrificës, në fakt i përmende që një pjesë të mirë të kohës t'i dedikon sportit, pa diskutim mësimeve që janë motivi jot kryesor. Më vjen mirë që të ngelet kohë dhe të lexosh libra. Do të thotë që të gjithë ditën tënde e ke të zënë, sepse je edhe në punë paralelisht, apo jo, pra ti shpenzimet e universitetit që ti po ngjet i mbulon vetë. Në fakt, shpenzimet e mia, sepse ti e cek edhe vetë që unë jam studente, mesataret e mia kanë qenë 10.0 gjatë këtyre viteve dhe unë marr bursë mbështetëse dhe bursë ekselence nga shteti dhe nuk detyrohem që të paguaj asgjë në universitet. Thjesht këtë bursën e përdor për pjesën e qeras edhe punonin të njëjtën kohë sepse nuk dua që prindit e mi për këto vite më kanë rritur edhe dua që ato lekë t'i mbaj për vete. Tani dhe mundohem që lekët që nxjerr, një pjesë t'i mbaj për vete, për shpenzimet e mia dhe një pjesë t'ua jap atyre për nevojat e tyre personale. Shumë e bukur në fakt. Besoj që prindrit tënd duhet të jenë shumë krenar për ty. Sepse është e vërtetë që ëndra e çdo prindi është të nxjerrë në jetë sa më mirë fëmijët e vet, bën maksimumin sepse unë gjithmonë mendoj që prindrit dëshirën e tyre kryesore dhe më të madhe në jetë kanë gjithmonë mirëritjen e fëmijëve dhe që ata të rriten si njerëz të mirë dhe të realizuar, por kur ke dhe fëmijë të cilët bashkëpunojnë me ty dhe të ndihmojnë që një pjesë të mirë të shpenzimeve t'i bëni bashkë është një arritje shumë e madhe. Bravo për këtë. Shumë faleminderit. Ti je në vitin e fundit të studimeve të tua, kështu që besoj që pjesën më të madhe të formimit tënd ti e ke marrë. Unë do doja shkurtimisht Aneti të na thoje cilat janë disa nga rreziqet me të cilat përballen të rinjt sot. Disa nga rreziqet që përballen të rinjt sot në fakt janë pjesa që hapen Instagrame dhe nuk din t'i menaxhojnë. Ka sulme kibernetike të cilat marrin jetë, ka sulme kibernetike të cilat shkatrojnë ekonomi dhe shkatrojnë institucione dhe shkatrojnë dhe njeriu. Sepse ka të rinj të cilët nuk e din se sa e rrezikshme është
që të hapet një Instagram dhe të mbahet i pa menaxhueshëm. Sepse të dhënat e tyre mund të përdoren, të merren dhe të përdoren në një Instagram tjetër dhe kur përballen me këtë realitet ndihen shumë keq dhe na drejtohen ne si punëtor të sigurisë kibernetike dhe kanë një psikologji të rënduar, dua të them, sepse ndodhi dhe pjesa ku hap Instagramin në Korçë, më janë drejtuar shumë vajza, të cilat më luteshin që unë t'i gjeja, pavarësisht se unë ende nuk i kam mbaruar studimet e mia. Kam kërkuar ndihmën e pedagogës time, e cila bëri të mundur që çdo gjë të normalizohej së bashku me ekipin. Dhe çdo kush nuk di si t'i menaxhoj dhe do doja më shumë që t'jepja një huri kur të mbaroja studimet e mia, të jepja një huri drejt njerëzve dhe të dija se si t'ju shpjegoja, si t'i përdorin ato menaxhimet ose si të mos japin më shumë të dhëna se sa duhet, sepse thash, siguria kibernetike do shumë logjik, do shumë kujdes, i do të gjitha nga pak. Sa e rrezikuar mund të jem unë, nëse kam një faqe time në Instagramin, nga çfarë rrezikohem unë? Rrezikohet, do të rreziku është thjesht marrja e fotove nga njerëz të cilët hyn te faqja ime apo marrja e të dhënave? Marrja e të dhënave të tua, fotot të tua, madje rreziku vjen edhe nga një mesazh ku të thot për shembull që kliko këtë linkun ose kliko atë dhe aty të vidhet çdo Instagram, të vidhen në qoftë se ti e ke të lidhur Instagramin me kartën tënde bankare, ata ndikojnë direkt tek banka jote. Marrin të dhënat e tua, Facebookun, Instagramin, Gmailin, të gjitha të dhënat që ke në telefon, pak a shumë janë ata të cilët do të aksesojnë telefonin tënd, nuk do të mundesh më ti që ta aksesosh. Pra, gjithsecili nga ne duhet të ketë kujdes, së dyti, siç thua ti, duhet të ketë kujdes që çdo mesazh që vjen të jetë i vëmendshëm për të mos klikuar linkun që më pas të jetë prej djedhjes së faqes ose abuzimit me kartat e kreditit, duke qenë se tani në fakt është shumë e vërtetë që të gjithë telefonat celular kanë edhe kartat e tyre të kreditit pra të vendosur atje, kështu që këto mund të merren thua ti dhe pastaj të abuzohet me këto. Çfarë do thojë ti të rinjve që duan të ndjekin ëndrat e tyre? Cili do të ishte mesazhi yt? Do të doja që ajo ura e madhe që ata kanë në kokë për që ju duket rrugë e vështirë edhe rrugë e pamundur, është vërtet ajo rruga që ata do i çojë drejt suksesit, edhe do të doja që ta ndiqnin në atë rrugë, që mos e hithnin poshtë. Edhe mos e shohin si diçka gjigande ku nuk mund të kalojnë, sepse ata vetë janë më të mëdhenj se sa ajo ura që ata ndërtojnë në kokën e tyre. Jetojmë sot në një botë materialiste? Do të doja shumë që mos jetonin, por mund të them me plot bindje që ka ardhur një kohë që ekziston materializmi. Në hapa të mëdha, mund ta shohim në një fazë shumë të vogël, por jetojmë. Ke miq speciale? Kam miq, po i kam shumë të rrallë, domethënë mund të kem diku në 4-5 që i kam të vërtet, sepse të tjerët i kam domethënë që kemi si e, ose thjesht sa për të thënë ndonjë bisedë, po jo për të kaluar më shumë. Kurse 4-5 shoqet e mia po i kam. Në fakt duhet ta quash vetëm në fat që në ditët e sotme ke edhe 4-5 shoqe të mira. Sepse me sa shohim nga viti në vit, shohim që është zbehur pak vlerësimi, një miqësie të mirë, edhe të vërtetë ashtu siç duhet të jetë në fakt. Një miqësi pa zili, një miqësi pa fjalë mbas shpine. Një miqësi e sinqertë që është atje edhe në momentet e tua më të vështira, sidomos në momentet e tua më të vështira. Gjithsesi kam miq të mirë sot, unë jam e sigurt për këtë. Unë kam edhe ti ke, kjo është e sigurt. Po dashuria, si shikohet sot nga të rinjt? Ka të rëndësinë e dur dashuria sot? Janë romantik të rinjt sot apo e shikoj pak më sipërfaqësore? Unë si person e shoh dashurinë si një vlerë që ti je aty për dikë, edhe ai është aty për ty.
është në momentet e tua më të mira dhe në momentet më të këqija që nuk të lëshon dorën, por tek të rinjtë e sotëm kam parë në fakt që e shohin më shumë për materializëm, edhe nuk do të doja që dashuria si një vlerë, si vlera më e bukur do ta quaja në këtë botë të shihej në formë materializmi. Më vjen shumë keq për këtë, por është një e vërtet që ne jetojmë, është një e vërtet e hidhur. Në fakt breza ndryshon dhe për së vërtetës çdo brez i përshtatet kohës që po jeton. Sigurisht që ashtu siç tham, si ekonomia, si shoqëria, si jeta, çdo gjë në fakt është në ndryshim. Por do doja shumë që të paktën gjërat thelbësore, parimet kryesore të njeriut të mos ndryshonin në asnjë kohë, sepse dashuria çfarë do lloj forme që të marrë ngele diçka shumë e bukur, shumë e vërtet, që nuk duhet ta humbas thelbin e saj, as për shkak të materializmit, edhe as për shkak të rrethanave ose të ndryshimit të kohës, themi. Gjithsesi, me gjithë çka që ne folëm sot, unë arrita të kuptoj diçka rreth rinisë sot, ti arritet përcjellësh një mesazh atë që ti ke pasur të ruajtur në mendjen edhe në zemrën tënde, drejtuar të rinjve të cilët na dëgjojnë. Dhe unë dua në fakt që nëpërmjet çdo podcasti dhe them gjithmonë këtë të përcjell një mesazh të saktuar për gjithë ata që na ndjekin. Do doja shumë që të ketë më shumë të rinj të cilët ndjekin ëndrat e tyre, sepse ëndrat janë të bukura, edhe nëse ti me shumë ngulme dhe pasion gjithmonë mundohesh që t'i arrish, po punon fort për t'i arritur ato, duke pasur gjithmonë besim tek vetja, me shumë përkushtime dhe ambicie, jam shumë e sigurt që gjithë secili ja del. E do doja më shumë e çdo ditë të përcjellja shembuj të mirë të rinj, të cilët kanë një mesazh dhe janë një motiv i mirë për gjithë ata që na ndjekin. Të falenderoj dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Kënaqësia ishte imja. Faleminderit të gjithëve.